Kuvendi miratoi projekt vendimet për ndryshimet në qeverinë e Edi Ramës pas dekretit të presidentit Bajram Begaj një ditë më parë. Gjatë votimit deputetët e Partisë Demokratike bllokuan foltoren dhe nuk morën pjesë në votimin elektronik. Kreu i Demokratëve Sali Berisha vijoi fjalën e tij dhe pasi kryeparlamentari Peleshi ia mohoi të drejtën për fjalë dhe transmetoi live në Facebook duke kritikuar mazhorancën për shkarkimin e Belinda Ballukut dhe duke komentuar vendimin për Elisa Spiropalin. Ky e fundit e larguar nga posti i ministres jashtme shpreu habim për vendimin, ndërsa Berisha deklaroi se shkarkimi i saj lidhet me hakmarrjen e Ballukut dhe se në vend të saj kryeministri zgjodhi Albana Koçiun, të cilën e cilsoi si klon të Ballukut. Replik pati gjithashtu mes Berishës dhe Spiropalit gjatë seancës, ku kjo e fundit nuk e fsheu habin se si Berisha kishte dieni për shkarkimin e saj. Për post akuzave hidhe prit mes të dy palëve, si në çdo seancë tjetër plenare, u regjistrua edhe një moment pikant, përplasja mes Flamurnokës dhe Zeqinet Caushit, që shkaktoi të qeshura në sallë. Kjo e fundit duket se ja numëroi një për një veprat korruptive Flamurnokës në kohën kur kanë qenë në pushtet. Heqja ose jo e imunitetit Belinda Ballukut u bë moll sherri mes palëve, thuajse gjatë gjithë seancës plenare. Teksa hynte e dilte nga salla e parlamentit, Berisha e shfrytëzoi këtë të fundit edhe për t'i bërë thirrje shqiptarëve për protestën kombëtare të opozitës më 12 mars, që siç e kanë thënë demokratët deri më tani, dinamika e së cilës do të jetë varësisht nga vendimarrja për Belinda Ballukun. Deputeti socialist Erion Braçe ngriti sot në kuvend shqetësimin e prindërve për vonesën në hapjen e shkollës Emin Duraku gjatë një sesioni pyetje-përgjigje me ministren e arsimit Mirela Kumbaro, ku këtë të fundit e kritikoi jo pak edhe për arsimin në përgjithësi. Madje kur po flitej për këtë sektor të rëndësishëm, ministrja as nuk ishte më e pranishme në sallë, gjë që solli kritikat e radhës nga socialisti Braçe. Ky i fundit theksoi se prej muajsh rreth 1700 prindër janë detyruar të ndryshojnë rutinën e tyre, pasi nxënësit po zhvillojnë mësimin pasdite në shkollën Edi Duram. Sipas tij, edhe pse ndërtesa e re përfundoi që në muajin tetor të vitit kaluar ajo ende nuk është hapur për nxënësit. Nga ana e saj, Kumbaro sqaroi se hapja kërkon përfundimin e disa procedurave teknike dhe administrative, si kolaudimi i objektit dhe mobilimi i ambienteve. Ajo bëri të ditur se një pjesë e pajisjeve tashmë ka mbritur dhe procesi i kompletimit është drejt fundit. Godina e re përfshin 33 klasa, 10 laborator, sallë multimediale, bibliotekë dhe palestër. Sipas ministres, shkolla pritet të jetë plotësisht funksionale shtatorin e ardhshëm. Brukseli ka dhënë sinjalet forta për luftën kundër krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Në Komisionin Evropian raportoi kreu i SPAK-ut Klodian Braho. Ai prezantoi për rreth 4 orë progresin në kapitujt 23 dhe 24 që lidhen me drejtësinë dhe të drejtat themelore përpara përfaqësuesve të Drejtorisë Përgjithshme për Zgjerimin dhe Fshinjsinë Lindore. Ky ishte një test i rëndësishëm për Braho në krye të SPAK-ut, ndërsa delegacioni shqiptar u përgjigj pyetjeve mbi luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mesazhi i zyrtarëve europian ishte i qartë, nevojiten goditje më të forta ndaj krimit dhe korrupsionit. Paralelisht edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato paralajmëroi se krimi i organizuar po dëmton ekonominë, administratën publike dhe besimin e qytetarëve te institucionet. Ai theksoi se përveç ndjekjes penale duhen edhe masa parandaluese si heqja e licencave, kufizimi i pjesëmarrjes në tender dhe sanksione administrative. Sipas tij, bllokimi i depërtimit të krimit në ekonominë e ligjshme është thelbësor për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ministrja e Shëndetësisë Visala dhe drejtoresha e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, Angela Paparizo, dolën në një konferencë për shtyp ku diskutua situata në sistemin shëndetësor, veçanërisht mungesa e barnave për pacientët me sëmundje të rënda. Paparizo deklaroi se nuk ka dieni për raste korrupsioni në spitale dhe se nuk ka pasur denoncime zyrtare për marrje parash nga mjekët për shërbime që duhet jenë falas. Ndërkohë, gazetari Osman Stafa ngriti shqetësimin për mungesën e disa medikamenteve në spitalin onkologjik, duke përmendur barnat, abiraterone dhe folinikacid, për të cilat pacientët sipas kanë mbetur pa terapi prej muajsh. Në përgjigje, ministria Sala tha se janë marrë masa për të garantuar furnizim më të qëndrueshëm me barna dhe se po hartohen protokollet trajtimi sipas standardeve të BE-s për të shmangur mungesa të tilla në të ardhmen. Gjykata e Shkodrës ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje për 8 banorë të zonës Baks Rjoll në Velipoj, të arrestuar pas protestave kundër ndërtimit të resortit turistik të oligarkut Bashkim Ulaj. Përveç kësaj mase, gjykata ka urdhëruar edhe ndalimin e afrimit të tyre pranë tokave për të cilat pretendojnë pronësinë. Vendimi është kundërshtuar nga banorë të tjerë, të cilët protestuan para komisariatit në Shkodër duke cilësuar masën të padrejtë pasi u ndalon të afrohet në pronat që sipas tyre u përkasin. Në mbështetje të protestës së banorëve të Baks Rjollit në Velipoj dolën sot përpara parlamentit edhe përfaqësues të Partisë Mundësia me në krye Agron Shehajn.
Seanca gjyqësore për dosjen e njohur si plumbi i artë është shtyrë për herë të dytë pasi mungoi relatoria e çështjes, gjyqtarja Angjëllushe Tahiri, e cila ndodhet në Dubai. Gjatë seancës gjyqësore, antari i trupës gjykuese Besmir Stroka verifikoi praninë e palëve dhe njoftoi se Tahiri nuk mund të ishte e pranishme, duke vendosur shtyrjen e procesit. Për të njëjtën arsye janë shtyrë edhe 3 procese të tjera gjyqësore gjatë ditës. Mësohet se gjyqtarja ndodhet jashtë vendit që prej fillimit të javës dhe nuk ka mundur të kthehet për shkak të situatës së tensionuar nga lufta në lindjen e mesme. Gjyqtarja në fjalë i përket edhe dosjes kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj dhe nuk dihet nëse do të ketë seancë më datë 9 mars apo jo. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, në Tiranë është regjistruar grabitja e një pike këmbimi valutor në zonën e njohur si 5 Maj. Sipas policisë, rreth orës 9:10 minuta, një person ka hyrë në ambientet e një qendre tregtare dhe në kërcënimin e një sendi që dyshohet këtë qenë armëzjarri ka marrë rreth 1.2 milion lekë të vjetra. Pas grabitjes, autori është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e policisë mbërritën në vend ngjarje dhe rrethuan zonën duke ngritur pika kontrolli në akset rrugore përreth për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorit. Ky i fundit ka rënë në pranga vetëm gjatë orëve të pasdites pas disa orëve në Arrati. Mësohet se bëhet fjalë për 42 vjeçarin Luan Maçi. Policia dyshon se personi i arrestuar mund të jetë përdorues i lëndëve narkotike, ndërsa hetuesit po verifikojnë edhe nëse arma e përdorur gjatë grabitjes ishte apo jo e vërtet. Lorenz Lala, i njohur edhe me identitetet Kristian Lala dhe Ilir Lamberti, është ekstraduar nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shqipërisë pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për disa vepra të rënda penale. 49 vjeçari nga Lushnja akuzohet për vrasje për gjakmarrje, sigurim të kushteve dhe mjeteve për kryerjen e vrasjes, si edhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve, ai dyshohet se ka bashkëpunuar me Laerta Xhiun dhe persona të tjerë për vrasjen e Albi Bashaliut më 27 dhjetor 2021 në fshatin Gjocaj të Peqinit. Hetuesit dyshojnë se Lala ka financuar krimin me rreth 50.000 euro, si dhe ka siguruar armët dhe mjetet e transportit për largimin e autorëve nga vendi i ngjarjes. Ekstradimi u realizua në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, fal bashkëpunimit mes Interpol Tiranës dhe autoriteteve britanike. Ndaj tij gjykata e shkallës së parë të Elbasanit kishte caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Autoriteti i konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut të bukës pas raportimeve për njoftimin e disa ndërmarrjeve në Korçë për rritjen e çmimit nga 120 në 150 lekë, një rritje mbi 25%. Institucioni po kryen kontrolle në terren për të verifikuar nëse kjo sjellje përbën praktika abuzive dhe në kundërshtim me ligjin numër 9121/2003 për mbrojtjen e konkurrencës, i cili ndalon çdo marrëveshje që kufizon ose shtrembron konkurrencën, veçanërisht kur caktohen çmimet e blerjes ose shitjes. Autoriteti paralajmëron se shkeljet e këtij ligji konsiderohen kundravajtje administrative dhe mund të sanksionohen me gjop deri në 10% të xhiros së vitit financiar paraardhës për ndërmarrjet e përfshira. Kuvendi i Kosovës mbajti sot një seancë solemne me rastin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ku krerët e shtetit dhe politikës përkujtuan sakrificën e familjes së Adem Jasharit dhe luftën për lirinë e vendit. Kryeministri Kurti e cilsoi Prekazin si simbol të rezistencës dhe një pikë these në historinë e Kosovës, duke theksuar se qendresa e familjes Jashari u bë personifikimi i vendosmërisë për liri dhe mos nënshtrim, ndërsa presidenti Vjosa Osmani kujtoi ngjarjet e 5, 6 dhe 7 marsit 98, duke theksuar se ato 3 ditë u shndërrua në momentin kur Kosova vendosi të mos jetë më e përkulur. Sipas saj, sakrifica e 58 anëtarëve të familjes Jashari u bë themeli shtetësisë dhe simboli i qendresës kombëtare. Edhe kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamzat, theksoi se 3 ditët e marsit 98 ndryshuan rrjedhën e historisë Kosovës dhe kryen sakrificën e familjes Jashari në simbol të lirisë për mbar kombin. Edhe Kuvendi i Shqipërisë në seancën e sotme plenare i nisi punimet me 1 minutë heshtje për familjen Jashari. Procesi për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës duket se ka ngesur dhe rrezikon që ta çojë sërish vendin në zgjedhje të reja të tretat në pak muaj. Aktualisht e vlefshme është vetëm kandidatura e lëvizjes vetvendosje për president Republikës, ajo e Glauk Konjufcës. Konjufca thotë se edhe opozita duhet propozojë një emër alternativ, madje duke përmendur si mundësi edhe presidenten aktuale Vjosa Osmani. Sipas kushtetutës, presidenti duhet zgjedhet deri më datë 5 mars, pra ditën e sotme, eksaktësisht 30 ditë para përfundimit të mandatit të Osmanit më 4 prill. Nga ana tjetër,
tjetër, kreu i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku kritikon procesin duke theksuar se vendi ka nevojë për një kandidat konsensual dhe jo për një figurë partijake. Ai thotë se zgjedhja e presidentit duhet të jetë simboli i unitetit kombëtar dhe jo rezultati i një gare politike. Ndërsa kryeministri Kurti thot po ashtu, sikurse Konjufca, se po shpreson për një kandidat të dytë për president. Në kuvendin me 120 deputet, një kandidat duhet sigurojë 80 vota në 2 raundet e para, ndërsa në raundin e tretë mjaftojnë 61 vota për të zgjedhur president. Mirë po, gjatë orëve të vona të pasdites së sotme gjithçka është përmbysur. Kjo pasi Vjosa Osmani kërkon ndryshime kushtetuese që presidenti të zgjidhet direkt nga populli. Me anë të një reagimi publik, ajo thotë se duke parë dështimet e njëpasnjëshme në zgjedhjen e presidentit apo presidentes, sapo kanë proceduar në kuvend amendamentet kushtetuese për zgjedhje të drejtpërdrejta të presidentit apo presidentes, të cilat ishin hartuar nga Komisioni për amendamentimin e kushtetutës në vitin 2011. I ftoi të gjitha partitë politike që të votojnë këto amendamente kushtetuese, tash e tutje le të flas populli, përfundon Osmani. Lëvizje kjo që duket se do ta thellojë krizën në Kosovë. Në ditën e 6 të përshkallëzimit konfliktit në lindjen e mesme, luftimet vazhdojnë në fronte të ndryshme. Irani ka goditur aeroportin ndërkombëtar të Nakhchivan me dron, duke plagosur civil dhe goditur ndërtesa shkollore, ndërsa një anijet cistern amerikane u sulmua pranë Kuvajtit duke derdhur naftë në det. Ilham Aliyev akuzon Teheranin për akt terrorist duke kërkuar përgjegjësi penale dhe shpjegime nga autoritetet iraniane. Në të njëjtën kohë Izraeli ka kryer sulme kundër Hezbollahut në Liban dhe objektiv të Iranit përfshir Qom dhe Isfahan, ndërsa sirenat e alarmit ajror janë ndezur në Jeruzalem për shkak të raketave iraniane. Luftimet deri më tani kanë shkaktuar mbi 1100 viktima në Iran, shumica civil, përfshirë mbi 180 fëmijë. Shpërthime dhe sulme raketore u regjistruan gjithashtu në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Bahrein dhe Azerbajxhan. Qytetarët e rajonit përballen me sirena, ndërprerje energjie dhe evakuime, ndërsa autoritetet britanike dhe kosovare po organizojnë fluturime emergjente për siguruar mbrojtje dhe largim nga zonat e rrezikuara të qytetarëve të tyre. Ndërkohë, gjatë orëve të pasdites, Izraeli ka nisur fazën e dytë të operacionit. Në shënjestër janë bazat nëntoksore iraniane. Teksa lindja e mesme është në flak dhe konflikti vijon të zgjerohet, Irani ka paralajmëruar edhe Europën. Zyrtarët iranian kanë paralajmëruar drejt për drejt vendet europiane se do ta paguajnë çmimin herët a vonë nëse nuk dënojnë sulmet amerikane dhe të Izraelit kundër tyre. Deklaratat e Teheranit kanë rritur shqetësimin e Europë për pasojat e konfliktit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte thotë se Irani është afër shndërrimit në një kërcënim real për Europën dhe thekson rëndësinë e neutralizimit kapaciteteve bërthamore dhe raketore të Teheranit. Edhe Çipro është vendosur në gjendje alarmi, ndërsa vendet europiane po rrisin praninë ushtarake në mesdheun lindor për shkak të situatës së paqëndrueshme të sigurisë. Në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Italisë, Lazio dhe Atalanta ndan pikët pas një përballje të fortë që përfundoi barazim 2-2. Skuadra e kryeqytetit kaloi para në avantazh. Më vonë u shënua edhe goli për Lacion, ndërsa në vazhdim u rikthye baraspesha duke vulosur rezultatin final 2-2. Gjithçka mbetet e hapur për ndeshjen e kthimit, e cila do të zhvillohet më 22 prill, kur do të vendoset skuadra që do të kualifikohet për në finale.